Horoskopi ditor e mërkur 7 maj 2025. Dashi. Gjërat do fillojnë të përmirësohen sot në jetën tuaj në çift. Do flisni më shumë me partnerin dhe për çdo gjë do mbështeteni tek ai. Beqarët do kenë vetëm mundësi për flirtime dhe asgjë më shumë se sa aq. Dashuria e madhe ende nuk pritet të vijë në horizont. Sektori i financave do jetë goxha më i qëndrueshëm. Do ndjeni të qetë kur të shpenzoni. Demi. Për pjesën më të madhe të çifteve, Venusi do ketë ndikim pozitiv dhe gjërat do ecin më mirë se kurrë më parë. Shfrytëzojeni çdo minutë pranë atij që dashuroni. Beqarët do joshin dhe do flirtojnë me çdo person që do ju pëlqejë. Do ketë mundësi të mira sot për të filluar dhe histori dashurie serioze. Financat do dobësohen për shkak të disa shpenzimeve të mëdha. Binjakët. Hëna do i bëjë çiftet të jenë të paqëndrueshëm, as vetë nuk do e dinë çfarë të kërkojnë, kështu që mirë do të jetë të qëndrojnë në qetësi e të reflektojnë. Beqarët do kenë shumë ëndra, por ka rrezik që asnjëra prej tyre të mos realizohet as sot. Në planin financiar do jeni optimist dhe do mundoni të bëni të pamundurën për të stabilizuar situatën. Gaforja. Nëse keni shumë kohë me partnerin, gjërat do marrin një drejtim edhe më pozitiv gjatë kësaj dite. Do kuptoni edhe me një vështrim dhe do toleroni pafund. Edhe për beqarët do jetë një ditë harmonike dhe me shumë fat. Në planin financiar nuk do jetë një ditë e qetë. Do ju duhet maturi dhe shumë kujdes me shpenzimet për të mos pasur vështirësi të mëdha. Luani. Do jeni më tolerantë se kur sot në jetën tuaj në çift dhe gjërat do shkojnë për mrekulli mes jush. Nga ana tjetër, do qëndroni besnik të dashurit, edhe pse tundimi do jetë i madh për disa persona. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim breslënës. Me financat nuk duhet të luani sepse mund të përballeni me katastrofa të mëdha. Virgjëresha. Të dashuruarit do vazhdojnë të njëjtën rrjedhë si më parë. Nuk pritet asgjë e veçantë apo jashtëzakonshme gjatë kësaj dite. Ka rrezik që beqarët të dashurohen me personin e gabuar. Ndryshe nga sa mendonin, jeta nuk do të ketë ndryshime pozitive. Në planin financiar, bëni kujdes. Me gabimin më të vogël, situata mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. Peshorja. Priten përmirësime të mëdha sot në jetën tuaj në çift. Partneri do mundohet me sa të mund t'ju bëjë të ndiheni mirë dhe gjithkohës do dashuroheni në mënyrë pasionante. Beqarët duhet të ndërmarrin iniciativa dhe të kërkojnë princin e tyre të kaltër. Financat do jenë gjatë gjithë kohës të mbrojtura. Nuk do keni tronditje, edhe po kryhet ndonjë shpenzim më tepër. Akrepi. Partneri do ju mbajë në pëllëm të dorës gjatë kësaj dite dhe do ndjeni më së miri në krahët e tij. Hera herës do ju duket sikur jeni në ëndër dhe kur të zgjoni gjithçka do mbarojë. Beqarët do fillojnë të flirtojnë me një person të shenjës së binjakëve. Financat do i menaxhoni më së miri dhe nuk pritet asnjë problem sado i vogël. Shigjetari. Do jeni më shprehës sot në jetën tuaj në çift dhe nuk do mbani asgjë për brenda. Do ja tregoni partnerit edhe ndjenjat e mira edhe ato të këqija. Beqarët me shumë gjas do qëndrojnë vetëm me miqtë apo familjarët dhe nuk do mendojnë për dashurinë. Në planin financiar do ju jepet mundësia të kryeni edhe transaksione të rëndësishme. Britqapi. Jeta në çift do jetë disi më e qetë se disa ditë më parë. Do flisni më tepër me partnerin dhe fal komunikimit të mirë do zgjidhni edhe disa probleme të vogla. Beqarët do jenë sharmant dhe do marrin ftesa pafund. Mos i refuzoni të gjitha, pa u menduar një herë. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni rreziqe, edhe sikur situata të jetë e qëndrueshme. Ujori. Do jeni më të përgjegjshëm për veprimet që do bëni sot në jetën tuaj në çift, dhe marrëdhënia mes jush do jetë goxha e mirë. Nga ana tjetër, nuk do lejoni askënd të ndërhyjë te jetës sentimentale. Beqarët duhet të bëjnë durim dhe të mos nxitohen për të filluar menjëherë një lidhje, sepse do lëndohen. Financat do kenë goxha probleme. Peshqit. Do filloni të bëni projekte afatgjata sot për jetën në çift dhe do bashkëpunoni për gjithçka me partnerin. E rëndësishme për ju
është që çdo hap që të hidhet të jetë i mirë menduar dhe në favor të dyve. Beqarët nuk duhet të qahen, sepse mundësitë për njohje do jenë të pafundme. Në planin financiar, edhe pse gjendja është e qëndrueshme, duhet të mendoheni mirë para se të shpenzoni.